Problemi i madh uji, por ishte jetesë unike. Rrëfimet e atyre që jetuan para 90-s në Sazan. Se Enver Hoxha thoshte: "Kemi Chelsea në Otrantos." Gjatë periudhës së luftës së ftohtë, Sazani së bashku me bazën tetare ushtarake të Pashalimanit në Orikum të Vlorës, u shndrua në një ndër pikat kyçe të ushtrisë së kuqe sovjetike dhe asaj shqiptare në Mesdhe. Në ishull, aso kohë ishin vendosur kryesisht anijet katera silëruese, artilleria bregdetare e të tjerë, raporton Dita në një speciale botuar sot në gazetën Print. Gjatë asaj periudhe, ishulli ka qenë i banuar nga rreth 10.000 banorë, të cilët kryesisht ishin familjarë të oficerëve që shërbenin në ishull. Ishulli i Sazanit, bashkë me gjirin e Vlorës, konsideroheshin si fronti më i vështirë për ushtrinë në rast lufte. Për këtë arsye, njerëzit që shërbenin në ishull kishin trajtim të veçantë nga qeveria e asaj kohe. Ushtarakisht, nga Sazani kontrollohej të gjithë bregdeti shqiptar, si dhe kanali Otrantos. Është kjo arsyeja pse Enver Hoxha e quante ishullin e Sazanit si një nga pikat më nevralgjike, jo vetëm të Shqipërisë dhe të Ballkanit, por edhe të gjithë Evropës, duke thënë shprehjen e famshme se "Çelësat e Otrantos i kemi ne". Të japësh një panoramë të plot për ishullin e Sazanit, duhet të gërmosh në arkiva, që nga historia e hershme për të mbërritur në dëshmitë e njerëzve që kanë jetuar e punuar atje në kohën e socializmit në bazën ushtarake detare, të cilët, siç thonë, ruajnë kujtime të bukura dhe mbreslënse. Ata kujtojnë një qytet të vogël, i ngritur aty me të gjithë infrastrukturën e domosdoshme që ka një qendër banimi, me lokale shërbimesh dhe objekte të tjera social-kulturore. Në këtë qytet, në mes ujrave të thella të Adriatikut, jeta bëhej një lloj si kudo në qytetet e tjera të Shqipërisë. Kishte shoqëri të ngushtë, dasma, vdekje e të tjerë. Për të thënë të vërtetën, thonë ata për gazetën Dita, jeta në ishull ishte e vështirë. E para se ishe i izoluar. Kishte ndonjë halla fatkeqësi në tokë, do të prisje kur të nisej anija luftarake, që nisej vetëm 2 herë në javë për në Vlorë. Po kështu, kur kishte ndonjë urgjencë, do të ngrihe në këmbë gjithë ishullin, do merrej leje për lëvizjen e mjeteve deri në ministri, por edhe deti mund të ishte më dallg. Vështirësi kishte edhe me ujin. Ai vinte me autobote dhe përdorej me kursim, sidomos për të larë.